Shoqja e dhomës e Parashevit Simaku tregoi jetën me këngëtaren në konvik. Video e saj u përdor. Aktoria Mimoza Maranjaku ka rrëfyer jo vetëm jetën e emigrimit, por dhe qëndrimin e Parashevit Simakut, historinë së cilës tronditi publikun shqiptar ku zbulua se ishte e pastre. E ftuara se luan topin në Top Channel, Maranjaku tregon momente si studente në konvik me Simakun e kam pasur në kurs Parashevin, ajo erdhi disa vite më vonë, një vit të parë kam qenë në një dhomë me të, dhe pse ishte artiste e njohur, ishte konviktore. Parashevia e vërtet ishte artiste, kur erdhi kishte një tagër tjetër si ne kur erdhi në shkollë. Kemi kaluar shumë mirë, ajo harronte faktin që ishte artiste kur ishte me ne, sepse kishte hyrë për të bërë diçka të re, ishte e thjeshtë. Por sa i përket videos ku këngëtarja shqiptare u shfaq se e pastre, shton se ndjeu dhimbje, dhe kam pasur bindje se Parashevia s'ka qenë gati për ta bërë atë lloj ekspozimi. Ajo nuk ishte gati, ajo kishte probleme ende. Ajo video përdor, u përfol shumë, ndërkohë që u përfol se është gati për të bërë një koncert. Nuk e besoj se është gati, për mua ajo çfarë shtoi ajo.